30 vite burg ka kërkuar prokuria e Gjirokastrës për 71 vjeçarin Thoma Mastore, e cili akuzohet se 2 vite më parë ka vrarë çiftin e bashkëshortëve Kosta dhe Kleonici Ilia. Në përfundim të hetimeve, akuza thotë se është e provuar autorsia e ngjarjes, e cila shkruar nga 71 vjeçari, i cili rezulton edhe me precedent penal. Sipas të dhënave, ngjarja ndodhi me 2 maj 2024 në fshatin Bodrisht të bashkisë Dropull. Kosta Ilia, 84 vjeç, dhe Kleonici Ilia, 88 vjeçe, u gjetën të pajetë në banesën e tyre nga bashkëfshatarët. Kosta Ilia u gjet në oborrin e shtëpisë ndër bashkëshortja e tij brenda banesës, të dy me plak në kokë dhe në trup. Kur policia mbërriti në vendngjarje, fillimisht u dyshua për një grabitje që mund të jetë bërë çiftit në fjalë, por hetimi mori tjetër dinamik. Pas hetimeve të kryer nga policia kriminale, u ndalua Thoma Mastora, që rezultoi bashkëfshatari viktimave. Ekspertiza zbuloi se të moshuarit ishin vrarë duke u goditur me sende të forta dhe me mjete prerse. Në atë kohë, policia deklaroi se motivi lidhej me konflikte të mëparshme dhe motive të dobta. Gjatë kontrollit të banesës së Mastorës u gjetën municion luftarak, një mjet prerës dhe prova të tjera. Po ashtu, sipas verifikimeve, u provua se Thoma Mastora ishte trajtuar 3 herë në spitalin psikiatrik të Vlorës.